Ish nxënës si dhe një grup studentësh të punës sociale surprizuan sot drejtoreshën e gjimnazit Osokuka të Uta Çoku me një vizitë, ndërsa i dhuruan edhe një buqet me lule në kuadër të 7 marsit. Çoku shpreh se mirënjohja që sot merr nga këto të rinj është një dëshmi e realizimit të misionit të saj si mësuese. Atëherë sot është dita e 7 marsit, dita e mësuesit, një ditë e veçantë për të gjithë një armatë mësuesash. Dhe unë si një prej tyre ndihem shumë e vlerësuar, shumë e respektuar, sepse sot këtu në zyrën time unë kam ish nxënësit e mi dhe një grup studentësh të punës sociale që studiojnë për punë sociale dhe të marrësh mirënjohje nga ish breza që ti ki përcjell është një arritje për secilin mësues. Të jesh mësues nuk është vetëm mision që nuk marron asnjëherë, por është edhe një thirrje shpirtërore që për mua janë bë plot 34 vite që njeh këtë gëzim kur shikoj nxënësit e mi që arrin suksese dhe arritje në fushat që ato kanë për zgjasit. Mirënjohja nga ish nxënësit tuaj, arritjet në fushat e tyre të jetës është një realizim i misionit të secilit prej nesh si mësues. Të rinjt falenderuan mësuesit për përkushtimin dhe kontributin që kanë dhënë ndër vite në arsimimin e tyre. Sot jam në gjimnazin Osokuka si një ish nxënës i kësaj shkolle. Desha me thonë 2 fjalë për shkollën, si kam këto lëniem shumë i privilegjuar dhe i nderuar që unë sa të jep një buxhet me lule drejtoresh të shkollës. Unë kam qenë në vitin 2013-2016 pranë kësaj shkolle, si një njeri plot frikë, plot dëshira, plot gjana. Për të gjitha këto sfidat edhe çdo gjë e bukur që ardhi në jetën time në rrugtimin tim, është fal shkollës Osokuka. Jam mirënjohës pafund gjimnazit, mësuesave, drejtues e kësaj shkolle. Jam ish nxënëse e gjimnazit Osokuka. Për mua është një kënaqësi sot që kena ardhur me vizitu si profesoreshat po ashtu edhe drejtoreshën e shkollës Osokuka. Për ne normalisht ka dhënë një kontribut shumë të madh për të ardhmen tonë, ku konkretisht unë studioj për punojëse sociale e ardhshme, më saktë sepse jam studente ala. Po për mua ka një kontribut shumë të madh kjo shkollë dhe kam për kënaqësi dhe le të themi i kujtoj me shumë dashamirësi si mësuesat, po ashtu edhe kontributin që kanë dhënë tek ne. Në kuadër të festës së 7 marsit, Gjimnazi Osokuka ka organizuar sot një aktivitet artistiko-kulturor ku morën pjesë nxënës dhe mësues të kësaj shkolle.